në kundërshtim me konventat që janë nënshkruar për mos përhapjen e dëmtimit mos përhapjen e këtyre lloj armëve, jam i bindur që do ta shkelin dhe do ta prodhojnë tashmë kur rreziku i sigurisë dhe mbrojtjes së strukturave e organizmave ndërkombëtare, por mbi gjitha të vendeve të marra veçmas, do të përpiqen që të arrisin koeficientin e sigurisë së tyre dhe një nga të cilat është patja dhe posedimi i kokave me mbushje bërthamore. E qartë, të preng nga ana tjetër, SBA dhe fuqitë perëndimore ndodhen ndoshta me zëtërimet për të mbrojtur Izraelin, por edhe frikës nga ndonjë përshkallëzim global. A e shihni sot Washingtonin më shumë si faktor frenues apo ndoshta edhe nxitës të konfliktit? Unë do doja ta vlerësoja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar si çdo vend tjetër për mbajtjen e rreziqeve sa më larg vendit të tyre. Natyrisht ata mendojnë, dhe si çdo vend tjetër mendon dhe për aspektin ekonomik. Se nëse flasim për Iranin, ajo çfarë i ka ngritur njerëzit në protesta të njëpasnjëshme është ajo që prek qytetarin në nerv. Pra, është aspekti ekonomik, rënja ekonomike në mënyrë drastike. Atëherë detyrimisht që finala do të jetë që njerëzit të ngrihen, të protestojnë, të kërkojnë aspektin dhe jetësor të tyre dhe përmirësimin e këtij aspekti. Në këto kushte edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të interesuara për të krijuar atë vijën e sigurisë për vendin e tyre, por njëkohësisht edhe për të arritur rezultate për sa i përket përfitimeve ekonomike. Nuk bëhet fjalë për një udhëheqës, as për një qeveri, por bëhet fjalë për ndikimin drejt për së drejti në rritjen apo rënien ekonomike të një vendi, që pas saj vinë pasojat pozitive ose negative. Jam i bindur që rajoni, pas prerjes së krahëve të Iranit, që kanë qenë organizata terroriste, si ajo Houthi, Hezbollahut dhe Hamasi, që tashmë me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe me veprimin konkret të Izraelit, po të thush se kanë pushuar së ekzistuari. Ai ka qenë një investim kolosal i Iranit dhe ka qenë krahu apo dora e shtrirë e Iranit për të vepruar në lindjen e mesme. Këto tashmë kanë pushuar gati, po themi, së ekzistuari dhe gati janë drejt shkërmoqjes së tyre të plot, dhe kjo është një paralajmërim i Iranit dhe prerja e një force të fuqishme për të ndikuar, pasi ka qenë investimi drejt për drejt i ngritjes dhe i mbështetjes nga Irani, shteti islamik iranian, dhe tashmë ata janë të interesuar dhe kërkojnë her pas here të ulen në bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë nuk besoj që do të ketë një veprim, si mu themi, të gjerë të sulmeve dhe të ndikimeve në aspektin ushtarak të mirëfill. E qartë. Zotë Prenga, pyetja e fundit për ta mbyllur, nga ana tjetër, si e keni parë të gjitha kërcënimet e presidentit të SBA-s Donald Trump sa i përket Groenlandës? Unë do t'i quaja jo shumë kërcënim, por realizim të planeve të kahershme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas luftës së dytë botërore, ky ishull me sipërfaqe sa 3 herë Gjermania dhe me popullsi prej 56.000 vetash, do thosha që ka qenë në 1952-shin në planet amerikane për ta blerë. Dhe presidenti atëhershëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Truman mos gabojm, i ka afruar një shumë për ta blerë. Po ta shohësh në aspektin gjeostrategjik, është vërtet i lidhur më shumë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe, si mu themi, me Amerikën e Veriut, ku hyn edhe Kanadaja, dhe po të shohim nga Arktiku pjesën e hartës që Alaska është blerë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kanadaja, që është Amerika e Veriut në një farë mënyre, është pro-Amerikës. Dhe vetë Amerika e përmbyllet në mënyrë, si mu themi, një gjysmëharku të plot për të vendosur vijën ndarëse mes perëndimit dhe lindjes. Ai është një ishull që përveç aspektit gjeostrategjik të sigurisë së Shtetit Bashkuara të Amerikës, lidhet edhe me nën tokën e tyre, që mineralet e rralla venditet vendi i 4 në shkallë botërore për mbajtjen e mineraleve të rralla, që janë shumë të kërkuara si nga Kina, nga Rusia dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj që ai aktualisht është i pavarur dhe i veçqeverisur, por është në umbrellën e mbretërisë së Danimarkës. Po të mendojmë në aspektin gjeostrategjik, ai është mbi 3.000 kilometra distancë nga Danimarka dhe është shumë afër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
detyrimisht që ata do të luftojnë, jo me luftë, jam i bindur, ka forma, metoda, skenar të tjerë të plot, që askush nuk mund të thotë që pse NATO brenda për brenda vetes po luftoj njëri tjetrin. Sepse mund të organizohet një referendum me ndikimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës drejt për së drejti, dhe nëse referendumi vendos që ata të bashkohen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë askush në aspektin juridik e ligjor, por dhe ata ushtarak nuk mund të thotë se u përdor brenda NATO-s forca ushtarake për të aneksuar një pjesë të një shtetja që është pjesë e NATO-s dhe pse nuk funksionon artikulli 5 i saj mbrojtja kolektive dhe NATO mund të shkojë drejt shpërbërjes. Kjo ha diskutim gjithsesi, por nëse do të gjenen skenarët e dur për të realizuar këtë aneksim, unë mendoj se nuk përbën në një problem kaq shqetësues. Askush nuk u shqetësua, po ta marrim në aspektin e trajtimit si geopolitik, ashtu edhe geostrategjik. Kur Quebecu, një zonë frankofone, ju dhahet drejta, e kërkoi dhe ju dhahet drejta për të bërë referendum. Do qëndronte e pavarur dhe do bashkohesh me Francën apo do qëndronte me Kanadan. Referendumi nuk dha rezultat pozitiv dhe askush nuk u shqetësuar se një vend i NATO-s po merr një pjesë apo po i shputet një pjesë. Gjithsesi, në kuadër të situatave në të cilat jemi, gjithçka merr, si mund të themi, një remilitancë luftarake. Pra me që jemi në kohë krizash, në kohë luftrash, në kohë krizash dhe ekonomike, në kohë riformatimi të ndarjeve, si mund të themi, edhe të përballjes me fuqitë e mëdha, dhe si mund të themi në një bote nga dypolare në multipolare. Gradualisht kjo ndikon drejt për së drejti se kush do mund të zej e të ketë zonat e influencës. Në këtë kuadër, edhe ishulli më i madh në botë i Grönlandës është vënë tashmë në diskutim mes shumë vendeve dhe shumë kërkesave. Pozita gjeografike e vendodhjes së saj ka dhe kërkohet si nga Rusia, si nga Kina, ashtu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por unë mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës me presidentin e tyre Donald Trump do gjejnë një rrugë të pranueshme, diplomatike dhe ligjore, pa shkelur asnjë konvent ndërkombëtare për ta bërë të tyre. E qartë. Mirë, zoti Prenga, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet që ndatë së dhe mua. Falenderit dhe ju. Falenderit, shumë kënaqësi. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, do ndalemi në një pushim të shkurtër dhe më pas do të kalojmë në pjesën e dytë dhe sërish në pjesën e tretë.